يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt atyre që e kanë pasuar, e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne kësaj radhe do ta fillojmë një temë e ajo është respekti ndaj prindërve. Inshallah këtë temë do ta fillojna sot se si e ka trajtuar dini Islam, se si ka kërku Allahu Azza wa Jall prej neve që të sillemi ndaj prindërve tonë dhe si e ka vlerësuar pejgamberi alayhis salam dhe na ka drejtuar këtë çështje. Këtë deshta të flas për shkak se nëse dikush dëshiron me kërku një rrugë e cila rrugë e çon në xhennet, atëherë dhe ai ka prindërit e tij gjallë, atë kjo është prej rrugëve të tij. Ndërsa për ata që ju kanë shku prindërit e tyre, edhe për ata inshallah do të vijë rendi të flasmi për se si duhet sillen ose çka të bëjnë ata për prindërit e tyre që kanë vdekur, por ne tash do të janismi për prindërit e tyre që ata i kanë gjallë. Kjo është një prej rrugëve që i avlen dhe është mirë me kërku, me gjetë tana metodat, tana mënyrat me i hulumtu, me i kërku, për me zgjedhë që të rrugë, e cila rrugë e knaq, e rahatën, edhe e ban, ose vetën tonde, e ban të këprindi jëtë, e ban të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim na qartoi neve për ata njerëz, ata të rinj, të cilët ja ka mundësu Allahu Azza wa Jall, ose cilëve Allahu ja u ka mundësu me pos këtë rrugë për në xhennet dhe ata se kanë fitu xhennetin për shkak prindërve të tyre. Pejgamberi sallallahu na thotë se e kur më tha pastaj Gjibrili, ragma anfi mr'in adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-janna fakultu amin. Tha pejgamberi alayhis salam, e kur mu afru, kur më tha për të tretën herë, kur më tha mu Gjibrili se i roftë për toke huna e ti, ju pluhnos të huna e ti, i nënçmuar dhe i përdhosur, mbet koft ai njeri i cili i ka arrit dy prindërit e ti, ose njërin prej tyre dhe ai njëri apo ata dy nuk jenë bon sebe për me shtin xhennet. Kur më tha kështu Gjibrili, Meleku Gjibril tha, unë i thash, amin, qashtu kuft, i përdhosur kuft, ai njeri që nuk hyn xhennet, duke i arrit prindrit e tij për së gjallin njërin apo të dytë dhe nuk bëhen ata sebe për me shtin xhennet, dhe këtë hadith e ka transmetuar Al-Bazzari, edhe Tabarani dhe Ibn Hajeri ka thonë është hasan. Ndërsa kjo si nismja, unë do t'ja nisi ti përmendi se si Allahu na ka tregu neve se prej obligimeve më të mëdha të robit, prej obligimeve më të mëdha është me u sjell mirë me prindërit e tij, me i ndëgju prindërit e tij. Edhe jo me i trajtu prindërit e tij ashtu qysh po i shohmi tani në rrjetet sociale qysh po trajtohen të moshuarit. Ndërsa Allahu Azza wa Jall për më na tregu neve këtë çështje se shumë është e rëndësishme, mos sjell dhe obligimi i madh, Allahu Azza wa Jall than Kur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu ka dhënë urdhër
prej mbi 7 qiej ai ka dhënë urdhër që mos të adhurohet dikush tjetër përse Allahut. Dhe që interesant, mas urdhnit për adhurim të Allahut, mos me adhuru puta idhuj, me njëherë si e vazhdan ajetin, wa bil walidaini ihsana. Edhe ka dhënë urdhër më njëherë, mos jell mirë me prindërit. Imma yablughan indaka al-kibra ahaduhuma. Tha Allahu, nëse ndonjërin prej dy prindërve të tu, nëse ndonjërin prej tyre e arrit pleqënia të këti, au kilahuma, ose ke arrit të dytë mizon pleq, fala takul lahuma uffin. Atyre dy pleqëve, atyre dy prindërve, njërit apo të dyve, kur ata të urdhërojnë për diçka, përdesa urdhri i tyre nuk është i ndaluar. Kur ata të urdhërojnë diçka, kur ata të thojnë diçka, atyre tha Allahu mos ju thuj as uff. Fjala uf është më e ulta që përmendet në gjuhën arabe. Ti me çu obligimin, atë kuptimin ja çu obligimin në vend çka po të kërkon prindi. Vetëm se kur t'ja qesh rrugës ka të një thu, as qiton, tha Allahu azza wa jall atyre mos ja thuj, tha wala tanharhuma, as mos i kundërshto ata, wa kul lahuma qawlan karima, por ti thuju dy prindërve të tu fjalë respekti, respektoj ata, waqfid lahuma janaha dhulli min arrahme, edhe uli krah të tu për shenjë respekti, dhe për ulje ndaj prindërve të tu. Wa kur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, përkundrazi mos edhe mos e thuj në veti kështu me thon për prindin, por Allah e përmendi fundin qysh me thon edhe nëse nuk po të nin hiç, me thon o Zot, mëshiroj dy prindrit e mi, banë rahmet në dy prindrit e mi, lësha rahmet mbi dy prindrit e mi, sikur që ata kishin rahmet ndaj meje kur unë isha i vogël. Allahu azza wa jalla që thashtu në Kur'an, thot në surën Nisa, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Ju adhuroni Allahun, ibadet bani veç Allahut, shok Allahut Zotit mos i bani, dhe me prindërit silluni mirë. Këtu janë urdhëra nga ana e Allahut azza wa jall, se kur Allahu urdhëron diçka, nuk diskutohet në dinin ton islam. Kur Allahu urdhëron, është urdhër që du të mu qunë në vend. Edhe Allahu këtë tha urdhër, adhuroni veç Zotin, shok atij mos i bani, dhe me dy prindërit silluni mirë. Gjithashtu tha Allahu azza wa jalla në suratul Ankabut, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Thatë na e kemi urdhëru njeriun që të sillet mirë me prindërit e tij. Kërejt këtu urdhra, që këto ajete që i përmenda, të regojnë se Allahu na ka bërë neve obligim që të sillemi mirë me prindërit, si të sillemi edhe në të folur, edhe në shikimin ndaj prindërve, edhe në sjellje të tjera që s'kan të bëjnë me fjalë, në mënyrë të përgjithshme të sillemi mirë me prindërit tanë. Mos sillemi sa të mujmë, nashta diçka për asoj që ata kanë dhënë për neve, na më dhënë për ta. Po i bi disa shembuj që i ka përmend Allahu në Kur'an, se fillimisht sot nismi nga Kur'ani, e pastaj shkona me hadithe, pastaj edhe me ether të parëve tonë se si e kanë folë dhe e kanë trajtuar këtë çështje. Po i përmeni disa prej pejgamberëve që Allahu na dha neve si mësim. I dërgoj për mësim për njerëzimin, edhe për udhëzim, edhe me morë na si shembull për jetës e tyre. Po e bi rastin e rasulit të parë në tokë, Nuhit alayhi salam. A di çka tha Nuhi alayhi salam? E që shumë pak njerëz i besotën Nuhit, pasa gjithë atyre 1050 vite që thirrin në Islam, i besotën 7 apo 80 veta, numri më i madh dhe më i ulti që i kanë besuar Nuhit alayhi salam. Mirë po, ai kur ja nisi me i bë dua, Allahu tha: "Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'mina." Tha: "O Zot, falu mu." Me njëherë pas vetës, çka tha? "O Zot, falu mu dhe falmi dy prindërit e mi." Falu mu dhe falmi dy prindërit e mi, dhe fali krejt që ata musliman që më hinë shpinë tem, që ata besimtar që hinë shpinë tem, me hangër ushqimin tim, me bon vizit mu, edhe më vizitu, krejta që ata fali, u alil mu'minine wal mu'minat, fali tha o Zot, në fund krejta fali edhe besimtarët krejt. Djetarët kanë thonë, po baba i ti dhe nana i ti kanë qenë musliman të Nuhit alayhi salam, për këta tha kërkoj falje. Do më thonë kanë qenë musliman, po pse i veçoj këtu
Tha fal me dy prindërit e mi, ku në fund tha fali muslimanët. Pa ta musliman jenë konë. Mi po dietatën i veçoj këta më na tregu neve se mas shumë ti çka meriton dikush prej keret muslimanëve, çka meriton mu lut për to, e mos sjellni më për to janë prindërit. Kështu po ishte mësim nga Nuhu alayhi salam. Është rasti i Ibrahimit alayhi salam. E kishte një baba i cili po ta kishte një i ri i kohës tonë, 20 diçka kishte me mujt me bë për to, ose çka kishte paramendu me bë për to. Baba i Ibrahimit alayhi salam ishte njëri i cili i ndërtonte, i marrante idhujt. Ai vet e marrante një zot sipas paragjykimit të tij, prej guri ose prej druri, edhe çatë zot e merrke ja shitke një njerit edhe ai tani e merrke zot, por marrë ke zot na sipas tij. Ky ishte baba Ibrahimit alayhis salam. E po tashti unë po baj një krahasim, sikur në kohën tonë ndonjëri ta kishte babën të tillë. Fjala e parë ti kishte më thonë, ty dy babë do të më çujt pet katër me gjujt në tokë se ti mushrik, ti i idhujtar, më një herë kishte më vepru kështu. Ibrahimi është baba i pejgamberëve. Mos pritesh baba yt me konë në kategorinë e sahabëve. Atje e ani çat heti mos sjell mirë me prindin, mos prit çështu. Edhe nëse baboj yt i ka të metat e tij, edhe nëse ai ka të metat e tij, edhe nëse ai ndajherë është tepër llafazan, edhe nëse ndajherë ai kërkon prej te diçka që është e tepër që s'ka nevojë, megjithatë nuk bëhet më i madh se baba i Ibrahimit alayhis salam që marrë ke putat dhe i shet ke për Zotna. Nuk bëhet më i madh, më i rond në peshorën e të këqijave. Çka tha Ibrahimi alayhis salam kur u lot për babën e tij ose kur ju drejtu babait të tij? Nuk i tha o kriminal, o mushrik, o i dhujtar edhe o i keq dhe o i shëmtum. Nuk i tha kështu, por ju drejtu u tha idh qala li abihi ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ju drejtu me fjalët më të mira. Abati, arabisht fjala më ledhatuese që i drejtohet prindit është kjo, abati, o baboj im i dashur, o baboj im i dashur. Po pse pe adhuron? Pse po adhuron puta e gur që as nuk ndëgjojnë, as nuk shohin, as nuk të sjellin dam ty as dobi? Pse kështu? Vazhdon ajetet, ku ajeti tjetër tha ya abati inni akhafu an yamassaka adabu min arrahmani fatakuna lish-shaytani waliya. O baboj im i dashur, unë po tutna, jam të këshilluese, po tutna mos po të kap dënimi i Zotit. Mos po të kap dënimi i Allahut, e pasaj kur të merr dënimi i Zotit, ti bëhesh mik i shejtanit. Kështu ju drejtu Ibrahimi alayhis salam babait të tij i cili ishte mushrik, i cili edhe marrë ke Zotna, sipas tij. Marrë ke Zotna dhe shitke me këtë fjalët më të mira ju drejtu o baboj im i dashur. A nuk duhet na që pejgamberët i kemi mësim, janë mësim për njerëzimin tokë, se cila është rruga që Allahu e don? A nuk do të marrim mësim për këtij pejgamberi që është baba i pejgamberëve, se si atëherë të sillemi me prindërit tonë? Rasti i Ismailit alayhis salam, djalit këtij pejgamberi. Edhe ai ishte pejgamber. Djali këtij Ismaili alayhis salam, kur Allahu azza wa jall i pruni ëndër Ibrahimit alayhis salam se ti duhesh me mbyt djalin tan Ismailin, ti duhesh me therr Ismailin, djalin më të dashur që ale ishte i ri, sa ishte bon diçka për me ndihmu dhe me hez bashkë me to, ti ta duhesh me mbyt. Edhe Allah ja përmend fjalët e tij, qale ya bunayya inni ara fil anami anni adhbahuka fanzur madha tara. O djali jam, i tha Ibrahimi Ismailit alayhis salam, tha o djali jam, unë po shoh në ëndër se po duhet me të myt ty. Si ja kthej Ismaili babait të tij, si ja kthej, dhe kjo është mësim se kështu do të sillemi me prindërit. Kështu do të sillemi me prindërit. Ai tha qale ya abati fa'al ma tu'mar se të gjiduni insha Allahu min as-sabirin. O baba im, ti e baba jam, ban çka dush. Ti ban çka dush, ka Zoti po turnon, mu ki më gjet për dorimtarëve inshallah. Ti ban çka dush. E llogaritë tash në kohën tonë, nëse një prind, një djali të tij, një herë ja kam shumë ndoshta një flakaresh, një traumë ja ka bën, ndoshta kanë shku vite mo ai nuk flet me babain e tij. Ndoshta hiç është do dhe ka dalë me një banesë tjetër krejse, një herën ka pas rrej mu baboj im. Ndoshta ti ka pos arsye që të ka rrej, se e rrohura e perindit është
pa një arsye, rrallë herë bëhet pa ndonjë arsye, ndërsa ti si flet. Ndërsa shkata Ismaili, o baba im tha, nëse ti pe shef që po duka mu mbytëm, mu ki mu më gjetë prej dorimtarve. Edhe një të fundi që e ka përmend Zotin në Kur'an, po përmendi rastin e Isait a.s. Isës a.s. pejgamberit para Muhamedit a.s. Ai pejgamberi Zotit. Allahu atë e krijoi pa baba, direkt veç prej namës. Dhe kur lindi, Allahu ja dha një mrekulli që s'ja ka dhënë asnjë pejgamberi tjetër hiç. Ja dha mrekullin që ai sa ishte në gjirin e Mërjemës, folke. Ja nisi me fol duke qenë në foshnje, duke qenë në gjirin e sojna, ja nisi me fol. Mirë po, kur shkoj të popull, ja nisin populli i tij, ja nisin me akuzu Mërjemën, oj Mërjeme, ti nuk je bie, ka na dole ti kështu, se babojët edhe nona jote s'ken qenë kështu, dhe me s'ken qenë të pa moral shumë, si ti këton, me që burë s'ki, ka piki kështu, Allahu ja dha të folurën Isës a.s. Po cila ishte Allahu që aje tha. Për e lafëve në fillim tha, Kale, inni abdullahi atani el kitabe wa gja'alani nebije. O ju njerëz, mos i falni nanës time kështu, se unë jam robi Zotit. Dhe Zoti mu unë ka bon pejgamber. Wa gja'alani mubaraken ejnema kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Edhe tha Allahu, unë ka bon njëri të bereqet shumë. Ka të shkëj, tha, unë jam i bereqeshëm, dhe Allahu ka urdhëru mu me fal namazin, me dhonë zakatin, sot jam gjallë. Për këtyne kryesorëve dinit, cilën lafe tha? Tha dhe Allahu ka urdhënu, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Edhe Allahu ka urdhënu mu me kon i sjellshëm ndaj nënës time. Me kon i sjellshëm ndaj prindit tem, nënës time, edhe mos me kon i pa ndëgjueshëm si ndaj urdhnave të Allahut, si ndaj urdhnave të nënës time. Këto ishin disa çka deshta me i përmend se sa Allahu e ka vlerësu mos sjellë mirë dhe me i ndëgju prindërit. E këtë temë inshallah do ta vazhdojmë. Lusmi Allahun azza wa jalla që Allah të na falë, na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jalla që të prindërit tonë Allahu të mëshiron. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.